Forca e posaçme Shqiponia dhe shërbimet e forcës operacionale finalizuan operacionin policor Memory duke arrestuar 22 vjeçarin Admir Shabaj, banues në fshatin Aliaj të Malësisë së Madhe, i dënuar me 10 vjet burg. Shtetësi Shabaj dhe 2 bashkëpunëtorë të tij në vitin 2022 hynë të armatosur dhe të maskuar në një bank në qendër të qytetit të Koplikut, duke grabitur një shumë të konsiderueshme parash. Ai akuzohet për veprat penale, vjedhja e bankave dhe arkave të kursimit, vjedhja me armë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit të kryer në bashkëpunim. Materialet ju referuan prokurisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme. Ngjarja në fjalë u regjistrua në majin e vitit 2022 dhe ishte ngjashme me skenat e një filmi. 3 personat maskuar dhe të armatosur arritën të marrin në kërcënimin e armës një shumë parash nga filiali i bankës. Ngjarja u regjistrua rreth orës 14:10 minuta, kur këta shtetas hynë brenda duke kërcënuar punojësit që t'u jepnin parat dhe pasi morën shumën në fjalë janë larguar me automjetin tip Volkswagen të parkuar jashtë mjediseve të bankës. Në dalje të Koplikut në rreth rrotullimin që njihet si kufiri me sesisë administrative të Bajzës së Kastratit, ata dogjën automjetin në mes të rrugës kryesore dhe më pas në kërcënimin e armës morën një tjetër automjet tip Benz së një kalimtari të rastit duke ju larguar policisë. Ky shtetas së bashku me 2 bashkëpunëtorët u arrestuan në muajin qershor të vitit 2022 dhe dolën përpara trupës gjykuese. Por gjykata e liroi Shabajin më vonë. Pas apelimit, ai është ridënuar dhe tashmë do të vuajë për 10 vite burg.